Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë bisedime të mira me Iranin dhe se ekziston mundësia për arritjen e një marrëveshjeje që mund të jap fund konfliktit mes dy vendeve. Megjithatë, kreu i Shtëpisë së Bardhë paralajmëroi se ushtria amerikane do të rifillojë sulmet ajrore nëse negociatat nuk sjellin rezultate. Po zhvillojnë bisedime të mira. Mendoj se ka shumë mundësi që diçka të ndodhë dhe nëse ndodh, mirë. Nëse jo, kthehemi të bëjmë atë që po bënim 2 ditë më parë. Gjatë një tubimi elektoral në Michigan, Trump mbajti një qëndrim më të ashpër ndaj Teheranit, duke thënë se Irani nuk mund të detyrohet përmes presionit politik. Nuk mund t'i korruptosh. Duhet i mundesh dhe ne do t'i mundim tmerrësisht. Por do të shohim se si do të dalë. Tani për tani po zhvillohen negociata shumë miqësore. Megjithatë, pavarësisht optimizmit të presidentit amerikan, tensionet në rajon mbeten të larta. Arabia Saudite, Jordania dhe Iraku raportuan sulme me dron duke ngritur pikpyetje mbi qëndrueshmërinë e pauzës ushtarake. Pavarësisht pasigurisë politike dhe ushtarake, çmimet e naftës kanë shënuar rënje, pasi tregjet reaguan ndaj mundësisë së një zgjidhjeje diplomatike.